me do qune që janë të bo një punë që se ka bo asë një person prej mastuftet e me sot me nxerr historinë e vërtet të popullit shqiptar, të dhunimeve, të vrasjeve, të zhdukjeve të njerëzve, që është të e bo një faresati. Këta që dalin, që bëjnë gam në për rrjetet sociale, këta janë pa buksa, këta janë flishtana, këta s'ka gjo për i ty në vëlla, këta dalin që tu shajnë, i marrë 100 euro, shkojnë blejnë hashish edhe i pinë me njerë, ka që vlerë kanë këta. Kupton ti sa vlerë kanë këta njerëz që rrinë këtu. Une ka mundësi që mrena një jave, do të largona nga TikToku, se jam të prit vetëm hapjen e platformës tjetër, por kur të largona unë nga TikToku, unë do të bëj një live, një 2-3 orë, edhe unë eksperiencën time në TikTok për 3 vjetë, do të them mrena 2-3 orëve, me emra, me mbi emra, se kush qka ka kërku, kush qka ka marrë, kush qka ka bo, kush qka ka tentu. Rap po si e burri më i fortë i vendit. Jo, të të thonë vetë shqiptarë nëse se bëj. Nëse ti e bën shatë gjën, rap do të hapim dorën edhe rap shtëpie do ta heqë kapelin para 10.000 vetave për ty. Vetëm delesh ti ja u ftyrat, se ti një shumë mirë, unë e di që ti një. Unë e di që ti një me rranj, me lamall, me brek. Unë e di që i një të tanë që da. Unë e di. Edhe këta se të njëtë një kënë ty e din që i di. Edhe e di që i di të kemi ja u thanë. Vetëm s'ka rale koha. E di unë. E di që po pret momentin ti. Po pret momentin e duhur. Edhe ty bravo të qoftë. Edhe të lumë të goja. Edhe mirë dhe ja u bosh. Se na kanë flish, shqiptar. Jo po jena patriot. Jo po jena malsor. Jo po jena jugor. Jo po jena Prishtinës. Jo po jena të pabe. Jena të besnik. Këtë pabes, këtë skutha, këtë gjëmë. Shka partijete o qune, këtë barikarista o qune. Bandit është problemi. Se emi ka që një muë që 4 vjetë, kom folë me ta Allah, kom ba ma bet me ta në privat. Nuk ka gjatë kesha, dhe këm një muë se s'ka për një gjamë më shërë. Po, shumica janë skutha, barikarista, mashtrusa, dyftyrsha, të pabes, e di edhe ky. E di edhe ky shumë mirë. Janë ndërsirë Allah, a gjuna. Mos gjuna me shu vetën që në këtë kategori. Shumë gjuna. Bandit njerëzit janë edhe malsor, edhe pukjan, edhe tropojan, edhe prishtinali, edhe pejan, edhe krejt. Po 99% e qëtyne që i theti si në bazë të viseve, nuk janë shqiptarë, vëlla. Nuk janë shqiptarë. Se shqiptari nuk ja lejon shqiptarit morali me ba se çka bëhet në këtë platformën këtu. Se na kem edukat familjare edhe si këmbë. Neve morali na shtin 10 për zgjalli, si shqiptar. Po këta nuk janë shqiptar, prej çdo pjesë të Shqipërisë, atë Kosovës, atë Maqedonisë, atë Preshevës, këtë dush merrej, këta gjithë shka janë edhe malsor, edhe prishtinali, edhe dugagjinali, gjithë shka janë, por nuk janë shqiptarë. Nuk janë pa shqiptarë, edhe kur ta do ta tregoj eksperiencën time, se qa kam kuptu unë, dhe qa kam pa unë, dhe qa kam përjetu unë, prej qytyne që qujnë vetë shqiptarë, shumica e njerëzve do të mesin me gojë hapun me thonë, a jam edhe unë shqiptar si kur këta, apo jam kinez, a francez, a gjerman? Rëp të mota identike shumë me dhune. Rëp shpije shumë herë që shtu ku me mua. Jo shumë herë, çdo ditë që shtu me ne për ta. Njëti me nëmë. Shtu që, avash, gjanat kemi pa, edhe kemi që ditë edhe vetë, kemi thonë si është e mundshme që filani, fisteki, ky, ajo, nana, baba, nusja, e motra, me t'i kalzun e ty rastet, me t'i kalzun e mu bomin zero në rastet që më ka ndodhë mu si person i martum, si person me thmi, ti thu, a është e mushme që eksiston e i femër shqiptare, që i shkru një personit këtë gjanë. Tu e di që është i martum, tu e di që ka familje, tu e di gjithë dhe gjanat. Ty me t'i tregu, i kam 5 telefona, me t'i tregu telefonat e mi sa persone janë bloku masi që më kanë shkrua si mesazhe, pa ju përgjigj hiq.
në privat, se kanë dalë telefonat e mia, u kupton. Ti thu çka është kjo puna, a ka bo far IA apo çka është kjo? Është e vërtet që ky person me emër, me mbi emër, me numër telefonit i shkruan banditit, bëma këtë se ta bëj këtë. Do të mundona me na 3 orëve, 4 orëve me thonë të vërtetën e asaj që unë e kom përjetu dhe si unë e kom pa TikTokun edhe si e kom Kur do bëhet kjo emision? Besoj që një javën tjetër, se tash jam edhe pak në pushime nga Greqi, një javën tjetër do të hapet gërgëri edhe unë do ta bëja të lam të mirën e fundit nga kjo platformë. S'do hysh më asherë? Ja, do të thonë me dha arsyen pse kom hi me nga 3 vite që kom përjetu, kon kom taku, pse e kom taku, çka mu ka propozu, çka mu ka kërku, gjitha. Nuk jeti si e fashat punë, s'ma më vendu. Për shpirt babs e çunave të mi pa e bos komelon. Le del ku del. O çuna, vetëm kurioziteti shaka aty. Vetëm çfarë kuriozitet. Mezi pres me ndodh ky live. Do të hyj aty, do të nime vëmendje, fjalë për fjalë, edhe çdo gjë si kemi thonë do ta ndaj. E ty bravo çow, nëse e ke bërë. Do të jetë një touch screen i madh para meje, edhe do të shifet, do të lexohet se disa po nxjerrin disa mesazhe, disa sene që nuk lexohen. Unë do ta bëj, do ta mallsoj të madhe me fotografia, me krejt. Po dhe si janë problemi, se shumicën e gjonave se ti kemi thonë na i dim. Shumë një të tanë, po e ke i përshinjet vogël që i di shumicën e gjonave, se ke për t'i thonë ti me hollësina, normal që nuk i dim, që i di vetëm ti, po shumicën e gjonave na ka ra me i kap, me i pa, me nije, shok mas shoku, njëri mas njëri, e kam kupto? Edhe mund t'i dim. Shofim tash gjithkush, derisa shife bandit, derisa shoqëria, një pjesë e shoqërisë ka rana si nivele, ka bëa si gjana në formë private, sepse me të shkru dikush që një mesazh në TikTok. Aroni Sela, kush e ka që të adres Aroni Sela, se po më shko të futëm të plisë të amanet. Aroni Sela o Sela? Sela. A ta shtim pak live, se s'disha... Mos është në kërkonin se janë njerëz hala atje të risa të krynat punë mos të nxjerrin problem. Kush ke shaj, se mora vesh? Nuk e di. Ishte në bokë, zhëna, lirem shpejt o padret, kush do t'jesh? Isha do të thonë që nuk janë mesazhe që dikush të shkruan me adresë fake në TikTok. Sonë në TikTok si hapi, gati asi herë, shoh që shkruajnë për nuk i hapi. Let më me Aronin. Kush? Ti. Jo, në flasë edhe me Aronin edhe me Selin për ditë. Se Aroni kem duket. U kush o nëse jeti hate kënena ka unë. Për nuk është Aroni. Aroni special tatuazhet ta. Ja më prit veç pak. Nuk besoj. Për momentin ku janë nuk hyjnë. Pse thonë se dalën ata dy tash. Se s'ka kanë bëmë, se s'kanë vra, kanë mu, kanë dhe rasimin. Dhe s'kanë qaj majnë jo. E më të shima, ju që komentoni, jo kështu, jo ashtu, banditi nuk o konë kur pjesë e internetit që ku keni semin, edhe i bëj ben që shanë gjanë më të shtrajt e ma, nëse unë njëherë një dëntimi kam qenë pjesë e internetit në private me asë zero. Unë jam jashtë vllave të kaleshën e qakojnë prej telefon, nuk kem fare në botë mërënda vlla qapo, as nuk du me konë, zero, në për telefona, për lek, për mashtrime, legena, brrr, ja po bëj ketë, ja po bëj ata, janë gjana shumë fakta po vishë. Nuk duhen të jem pjesë të tyne.
Bando të përshëndes trujt zoti. Ciao. Ciao.